Në kuadër të 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas, Partia Demokratike Dega Vlorë ka zhvilluar një aktivitet me gratë dhe vajza demokrate të qytetit dhe jo vetëm. Aktivitet ky i organizuar nën kujdesin e veçantë të drejtuesit politik të qarkut të Vlorës, Bujar Leskaj. Pjesëmarrëse në këtë aktivitet, sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike Dega Vlorë, Nada Meshorapaj, e cila në fjalën e saj shprehet se gratë dhe vajzat janë një forcë e madhe në jetë dhe politik, të cilat me punën e tyre të përditshme tregojnë se mund t'ja dalin në çdo sfidë të jetës. Nderuara zonja, nderuara mikesha, nderuara motra, faleminderit që sot në këtë 8 mars keni zgjedhur që nga dita juaj e veçantë të ndajmë bashkarisht disa momente. Faleminderit që sot të gjitha këtu japim një mesazh për nënën, për gruan, për shoqen, për bashkëshorte. Të gjitha ne në misionin tonë të përditshëm jemi luftarake me atë që kemi përballë, me shoqërinë, me familjen, me fëmijët, me gjithçka. Megjithatë me forcë, me kurajo dhe me guxim kemi treguar dhe tregojmë se ne do t'ja dalim. Ashtu siç ja dalim në familjen tonë, ashtu ja dalim edhe në përditshmëri, edhe me misionin tonë fisnik në punë aty ku jemi dhe kudo. Antare e kryesisë në Partinë Demokratike Dega Vlorë, Nada Daullia, duke përmendur një shprehje të gruas së ekurt, Margaret Thatcher, thosë se gratë e vajzat duhet të japin kontribut më të madh në jetën politike, çka do të sjellë më pas avancim të shoqërisë dhe më tepër civilizim. Uroj me shpirt që çdo grua, çdo nën, çdo zonjë, ashtu siç e tregon në jetën e saj të përditshme, forcën dhe vitalitetin që ka, ta tregojë dhe më gjerë duke u angazhuar në pjesën politike dhe duke investuar që për një shoqëri dhe për një civilizim, të cilën ne të gjitha meritojmë. Margaret Thatcher, një zonjë e hekurt, e cila jo më kot quajë e tillë, kishte një shprehje e cila mua më ka ngelur në mendje. Nëse doni që të pyesni për të bërë një diçka, pyesni thjesht një burr. Nëse doni që kjo diçka të realizohet dhe të bëhet vepër, pyesni një grua. Faleminderit dhe gëzuar 8 marsin të gjithave. Drejtuesi politik i qarkut të Vlorës për Partinë Demokratike, Bujar Leskaj, duke sjellë një shembull të gruas intelektuale, autore së minjohur, Vilhelme Vranari Axhiraj, me kontribut të vyer në jetën intelektuale të qytetit, tregon se ndihet i nderuar që në këtë ditë sot është pjesë e takimit me gratë dhe vajzat demokrate dhe jo vetëm. Sipas Leskajt, gratë dhe vajzat janë modeli një shoqërie të fortë dhe të zhvilluar. Të nderuara nëna, të nderuara zonja, zonjusha, shoqe, kolege, mike, drejtuese të Partisë Demokratike, të Lidhjes Demokratike të gruas, aktiviste të Partisë Demokratike dhe të shoqërisë civile. Është një privilegj që këtë 8 mars ne si Parti Demokratike, kryesi edhe LDG, menduam që t'ja dedikonim, ta fokusonim të një personalitet i qytetit tonë, një zonjë fisnike e cila në këto 34 vite ka shkruar emrin e vet në kulturën tonë kombëtare, t'ja kushtonim veprës së zonjës Vilhelma Vranari Axhiraj. Përgjatë këtij aktiviteti është promovuar edhe romani autores së minjohur Vilhelme Vranari Axhiraj me titull Ai dhe ajo e çmendura. Në fjalën e saj, autorja e kësaj vepre ka një falënderim të veçantë për deputetin Leskaj si promotorin e veprave të ndryshme kulturore në qytet. Nuk është herë e parë që zoti Bujar merret me problemet kulturore të Vlorës. Ka filluar që kur ishte ministri i arsimit dhe deri tani ka promovuar gjithë figurat e ndritura të Vlorës. Dhe ato që ishin të harruara i ka promovuar të gjitha me buxhetin e tij pa kërkuar asnjë ndihmë dhe i ka ndalë takime të jashtëzakonshme.